Debati mes Rozanës dhe Gertës arrin kulmin duke shkaktuar tension mes banorëve të shtëpisë. Rozana, e irrituar nga sjellja dhe fjalët e Gertës, nuk përmbahet më dhe e sulmon me fjalë të ashpra. Ti je një shtrik e vërtet, Gerta. Nuk kam parë ndonjëherë një person më të ligë se ty. Nuk lë asnjë rast pa bërë drama dhe pa futur përçarje mes njerëzve këtu brenda. Thot ajo me nervozizëm, duke e parë drejtë në sy. Gerta, e prekur nga fjalët e Rozanës, nuk e lë me aq. Ajo ngre zërin dhe I përgjigjet menjëherë. Po ti kush je që flet për mua kështu? Ti je e fundit që mund të më gjykosh, sepse je më e keqja këtu brenda. Je manipulatore dhe hipokrite, e gatshme të bësh gjithçka për të dalë në qendër të vëmendjes. Banorët e tjerë fillojnë të komentojnë situatën nën zë, disa duke qeshur, e disa duke vënë duart në kokë nga tensioni mes tyre. Rozana, tashmë e tërbuar nga fjalët e Gertës, bën një hap para dhe me një ton edhe më të ashpër I thot: "Unë mund të jem çfarë të duash, por të paktën nuk jam një shpifse dhe një provokuese si ti. Ti e ke hobi të shpikësh histori dhe të helmosh atmosferën këtu brenda. Askush nuk të beson më." Gerta qesh ironikisht dhe tund kokën. Ti je vetëm një aktore e dështuar që nuk di ç'të bëj tjetër përveç se të bërtas. Kujton se mund të më trembësh me këto fjalë? Jo moj, Rozan, se të njoh mirë se çfarë loje luan. Atmosfera bëhet gjithnjë më e tensionuar dhe banorët e tjerë shohin nga njëri tjetri, të habitur nëse debati do të përfundojë apo nëse do të përshkallëzohet edhe më shumë.